Policia e Dibrës ka arritur të godasë një rast të kultivimit të bimëve narkotike në territorin e Bashkisë Dibër, uniformat blu të mbështetura nga forcat e posaçme shqiponja, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative për një shtetas nga Tirana, i cili kultivonte bimë narkotike në fshatin Gurizi dhe i ruante ato i armatosur, kanë organizuar punën për goditjen e kësaj veprimtarie kriminale. Si rezultat, në një zonë të pëllzuar të fshatit Gurizi, Bashkia e Dibër, shërbimet e policisë kanë ndërhyrë dhe kanë arrestuar në flagrant shtetasin Lulzim Marku, 43 vjeç, banues në Tiranë, i cili u kap me armë zjarri pushk në ambientin ku kishte kultivuar 300 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Arma e zjarrit së bashku me 6 fishek u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, bashkë me një pjesë të bimëve të dyshuara narkotike, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me anë të djegës. Në vijim të veprimeve për këtë rast nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin HSH, me detyrë kryetari i fshatit Gurizi, i dyshuar për veprën penale shpërdorim detyre. Operacioni antikanabis po zhvillohet në të gjithë territorin e qarku Dibër, ku po bëhen kontrolle nga toka dhe nga ajri me pajisje dron.